përmenit John Locke-un e... Nëse ne do të shpjegojmë çfarë është Rousseau. Mos ndoshta ne historikisht na kanë se është një temë që është diskutuar po thuaj me gjithë ftuarit që del, edhe ne nuk e trajtojmë këtë. Mos ndoshta, po them mos ndoshta, se unë kam atë bindjen time. Ne na mungojnë elitat ndërgjegjësuese. Pra, kemi qenë gjithmonë nën fuqinë e pushtetit dhe i kemi shërbyt keqe si elita. Dhe këtu po vazhdojmë dhe sot, se është e njëjta kulturë, që ajo me Turqinë, që ajo me... ke pas një lloj rilindje në vitet 30, një elit, mendimin vitet 30 dhe para pavarësisë, ato që bën pavarësinë, dhe pastaj ti ke për bozukizmi duhet goditur. Ne besoj se kemi vajt një 200 vitet e fundit. Që se të marrë, në 80 vjet i kemi shërbyt keqës, do që i quajmë në elita apo intelektual. Edhe sot duket jemi të njëjtën gjë. Po ne nuk e kuptojmë që kur bëjmë një të mirë, kur e bën kur lufton të keqen, qoftë dhe ke tjetri, dhe tregon solidaritet njerëzor, kjo tregon emancipim shoqëror. Duke luftuar të keqen ke tjetri, qoftë edhe ke fqinji, po e marr edhe ke greku, ke serbi, ke malazezi, ke maqedonsi, ke italiani. Ti parandalon të keqen aty ku je. Ti dhe unë, në mënyrë sigurt, vitet 70-80, i mbaj mend, plas të një protest studentësh në Paris dhe digje Londra. Nga studentët e Londrës. Pra, një solidarizim pa parë. Ngriheshin... Megjithatë kanë rru situata edhe në Europë. Po kanë ndru se... Nuk është më ajo frymë, e kuptojnë, ti do të thush vitet 60, 70, 80, po, kanë qenë vitet një ndryshimi të madh, revolucionit të madh, kulturor së pari. Tani, do më lesh ta them, se kam në linjë logjike. Tani kanë ndruar se kanë fituar ato që donin. Dhe demokracia me përfaqësim funksionon atje. Këtu nuk funksionon i nderuar syç demokracia me përfaqësim. Dhe po ta lexojnë njerëzit, ata që votojnë, se çfarë është kontrata sociale, që thotë që merr fund kontrata midis një populli dhe përfaqësuesve të tij, që janë deputetët. Këta nuk sillen si përfaqësues, ata sillen sikur janë burimi të mirës, ata nuk sillen si shërbys. Jo, ta sillen si bayraktar, si bejler. A jemi ne konstituentët tyre? Ti ke këtë term në Amerikë. A jemi ne ata që zgjedhim këta? Apo këta na thon, se tani kur ta blen votën, thotë mbyllë gojen. Ose ta merr votën me premtim personal. Ky është turpi i madh. Kur ti del me programe personale, unë dal me programe për popullin tërësi. Ashtu, nuk folën të dy partitë të mëdha, as për oligarkin, por të rishpërnda pasurinë e tyre, që thoni mi lodh shumë na ka vajt djersa ulluk etj, as për minimumin etik. Si do të jetojnë ta njerëz me 200 euro në muaj premtim? Jam dakord. Mos më ndoprit, se kam deri në fund. Dhe bota na mëson, edhe John Locke së bashku me Rousseau na mëson, kur ligjet e padrejta bëhen të ligjshme, pra ata kanë miratuar ligjet e padrejta, minimumi i kodit zgjedhor bëhen të ligjshme, atëherë kontrata sociale është prishur dhe populli jo ka drejtë, po e ka detyrë të rivendosë dinjitetin e tij në vend edhe rendin juridik. Dhe duhet të kthehet për këtë moment, populli duhet të marrë pjesë me referendum në demokraci të drejtë për drejtë. Dhe ai me Republikën e Gjenevës në Zvicër, që është kulmi i demokracisë. Kjo është demokracia. Tani nuk është demokracia që ti e delegon këtë dy parti, këto dy parti me ligj kanë deleguar kompetencat këtyre dy liderët. Demokracia është, shohim si do binë çon nga gjumi Rama e Berishës, nuk është demokracia. Unë jam dakord, po sa njerëz mendojnë si ty dhe sa njerëz kanë dijen si ty dhe sa njerëz aplikojnë këtë